Në kohën kur fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare ende nuk është çelur zyrtarisht, Kryeministri Sali Berisha siguron ndërkombëtarët për një fushatë paqësore dhe demokratike. Ndërsa ka marrë fjalën në punimet e Kongresit të 21 statutor të Partisë Popullore Europiane në Bukuresht, Kryeministri ka ftuar përfaqësuesit e PPE të vinë në Shqipëri dhe të ndjekin nga afër këtë fushatë. Mr. President, next year is going to be a year in election in Albania. And definitely I smell in the air that the voters. Zoti President, vitin e ardhshëm Shqipëria do të ketë zgjedhje dhe unë ndjej në ajër se votuesit janë të kënaqur me arritjet dhe ato që PD-ja ka bërë. Unë ju ftoj të vini sërish në vendin tim dhe të hapni fushatën elektorale, e cila do të jetë një nga më të bukurat, e qetë. Një fushatë që do t'i bindë shqiptarët për një program të ri të PPS e mishëruar të rësisht në programin e Partisë Demokratike. Ndërkaq, në fjalën e tij Berisha u bëri thirrje vendeve të Bashkimit Evropian që të mbështesin zgjerimin e tij me vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga ana tjetër, kryeministri tha se vendi ynë ndonë se ka ndjerë efektet e krizës, për shkak se rrjeti ynë bankar është i lidhur me ato europian, sërish nuk ka rënë në recesion. We are facing huge difficulties as regard to euro problems, euro crisis. We are not a eurozone. Ne po përballemi me probleme të mëdha, për sa i përket problemeve të euros dhe krizës e eurozonës. Ne nuk kemi një vend i eurozonës, por sistemi ynë bankar vjen të rësisht nga vendet e zonës së euros. Ballkani Perëndimor ka nevojë për më shumë Evropë. Por nëse shohim mbrapa në fillimet e Bashkimit Evropian, ne jemi një rajon me plagë të shumta dhe vetmja rrugë për të shëruar plagët tona është të bëjmë realitet të ëndrat tona europiane. Disa bllokime kyçe atje janë për të zgjidhur. Bashkimi Evropian ka potencialin e saj dhe unë shpresoj se është në interesin më të mirë të rajonit që BE të vazhdojë të mbajë një sy të drejtuar në rajonin tonë. Gjatë qëndrimit në Bukuresht, Kryeministri Berisha mori pjesë edhe në samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive anëtare të Partive Popullore Europiane, i cili u zhvillua në kuadër të punimeve të Kongresit. Gjatë këtij eventi, Kryeministri Berisha pati takime me lider europian, si presidentin e Komisionit Europian Manuel Barroso, presidenti i Partive Popullore Europiane Martins, kryetari i grupit të Partive Popullore Europiane në Parlamentin Europian Joseph Daul, me presidentin e Asamblesë Parlamentare Jean-Claude Mignot e të tjerë. Kryeministri Berisha u takua dhe diskutoi edhe me kancelaren e Republikës Gjermane Angela Merkel. Kryeministri foli për situatën ekonomike dhe përballimin me sukses të krizës botërore, si dhe sfidat që përballon Shqipëria për shkak të saj.